Nëse sot gjykata administrative do ta kishte legjitimuar Rëmeliajn për të kundërshtuar dekretin e emërimit të prokurorit Olsdato, të nxjerrë rreth 20 vite më parë, do të hapej një precedent me pasojë të paparashikueshme për të gjithë sistemin e drejtësisë dhe administratën publike, që nga ai moment çdo i pandehur do të kishte interes të padiste dekretin e emërimit të prokurorit apo gjyqtarit që po heton ose gjykon, duke tentuar të rrëzonte jo vendimet e tij, por vetë statusin e tij. Proceset penale do të zvarriteshin pafund, ndërsa gjykatat administrative do të shndërroheshin në një arenë ku do të emërime të bëra dekada më parë. Logjika nuk do të ndalej te prokurorët dhe gjyqtarët. Çdo qytetar i pakënaqur nga një vendim administrativ do të mund të kërkonte anulimin e emërimit të nëpunësit që ka firmosur atë, me pretendimin se është emëruar në mënyrë të paligjshme. Në vend që të shqyrtojë ligjshmëria e aktit administrativ, gjykata do të detyroheshin të rikthenin në diskutim emërimet e funksionarëve edhe pas shumë vitesh. Një precedent i tillë do të rrëzonte parimin e sigurisë juridike dhe stabilitetit institucional. Asnjë akt shtetëror nuk do të ishte më përfundimtar, sepse çdo emërim do të mbetej i ekspozuar ndaj sulmeve të kujto që vite apo dekada më vonë do të prekej nga një vendim i atij funksionari. Pikërisht për këtë arsye, gjyqtari Azbi Balliu me vendimin e sotëm nuk mbrojti një prokuror si individ, ai mbrojti shtetin, rendin juridik dhe sigurinë juridike. Sa për atë shoqatën dhe atë Tom Dedën, duke se kishin ardhur në gjykatë me shpresën se do të hynin në histori, hyn, por si shembulli më i miri një palaçollëku profesional e njerëzor. Ndoshta herën tjetër, përpara se të kërkojnë të bëhen palë në një proces, do të ishte mirë të lexonin historikun e tyre dhe më pas kapitullin për legjitimimin aktiv. Në fund, vendimi i sotëm nuk mbrojti një prokuror, mbrojti shtetin. Këtë e kuptojnë ata që e shohin drejtësinë si institucion, jo ata që mendojnë se shteti funksionon sipas parimit. Nuk më pëlqen vendimi, prandaj po rrëzoj emërimin e atij që e mori. Por mbet edhe një pyetje që pas këtij procesi, si ndodhi që në të njëjtën anë të sallës së gjyqit u rreshtuan Rëmeliaj, një shoqat me antar prokuror të shkarkuar dhe avokat të dënuar, apo individ të shkarkuar dhe të dënuar bashkë? Çfarë interesit e përbashkët i bashkojnë në të njëjtën kauzë? Mbase kjo është ironia më e madhe e këtij procesi, një parti që pretendonte të mbronte ligjshmërinë arriti të bashkojë profile të diskredituar dhe me probleme të theksuara mendore. Kjo ndoshta ishte edhe gjëja tjetër e mirë e këtij gjyqi. Ndonjëherë një proces gjyqësor tregon më shumë nga sa thuhet në sallë. Mjafton të shohësh se kush rreshtohet në të njëjtën anë.